Rusia duket se po I jep inteligjencë Iranit, ndërsa ajo që ka mbetur nga regjimi I liderit suprem të vrarë po sulmon të gjithë lindjen e mesme. Sipas Washington Post, Putin po ndihmon Iranin të shënjestrojë asetet ushtarake amerikane. Rusia I ka dhënë Iranit informacione rreth vendodhjes së anijeve dhe avionëve luftarak amerikan, thanë burimet për gazeton. Një burim tha se ndarja e informacionit duket të jetë një përpjekje gjithëpërfshirëse. Kjo është shenja e parë që sinjalizon se Moska po I bashkohet konfliktit që kur filluan luftimet në fundjavë me sulmin tërbimi epik. Burimet thanë se informacioni I Rusisë vjen ndërsa aftësia e regjimit për të goditur dhe zbuluar objektivat amerikane është degraduar, më pak se një javë që nga fillimi I sulmit që vrau liderin suprem të vendit. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Ana Kelly tha: "Regjimi iranian po shkatërrohet absolutisht. Ajo nuk komentoi ndihmën që Rusia I ka dhënë Iranit, por shtoi hakmarrja e tyre me raketa balistike po zvoglohet çdo ditë, marina e tyre po shkatërrohet, kapaciteti I tyre prodhues po shkatërrohet dhe milicit e lidhura me të mezi po luftojnë." Pavarësisht koordinimit të ngushtë mes Rusisë dhe Kinës, zyrtarët thanë se kjo e fundit nuk duket se po e ndihmon Iranin. Këto zbulime të përfshirjes ruse vijnë pasi presidenti I Ukrainës Volodymyr Zelensky u ofroi ndihmën e tij aleatëve në lindjen e mesme për të zbrapsur dronët iranian. Dronët vdekjeprurës që po lëshohen mbi bazat amerikane dhe objektivat e tjera në të gjithë lindjen e mesme janë të njëjtë me ata që Putin ka përdorur pa pushim kundër Ukrainës.